prej pothuaj një viti. Dhe shtyhet sepse ju, ose kreu juaj Ramaduro, siç po e quajnë tani më të gjitha kontinentet, nuk pranon kandidaturën që paraqet opozita, ndonëse ai plotëson çdo kriter dhe e nderon atë detyrë. Por në rregullin ka qenë që avokati propozohet nga opozita dhe ju kërkoni të impononi nëpërmjet përjashtimeve pa asnjë kriter të kandidaturave që paraqet opozita, të impononi kandidaturën dhe jeni të gatshëm ta shtyni me vite vetëm që një kandidaturë e cila për ju nuk pranohet vetëm se ka vitet e persekutimit dhe burgosjes politike. Dje unë dhash një intervistë dhe një gazetar i mirënjohur më pyeti a janë zgjuar demont e sistemit të vjetër në Shqipëri me Ramaduron, edhe aja kishte marrë vesh se edhe ai fliste për Ramaduron. Dhe kjo që po bëni ju është dëshmi e zgjimit të atyre sepse ju keni hezitim të pranoni një kandidaturë nga grupi nga shtresa e përsekutuarve politik, ndonse zoti Ndregjoni i plotëson të gjitha kriteret. Prandaj sot hajde ta votojmë edhe ta mbyllim këtë punë, kjo është e pa prerë, është një institucion. Pavarësisht se në narkoshtet institucionet të gjitha shumëzohen me zero, po përsëri për ne, ky është një institucion edhe që duhet të plotësohet me drejtuesin e tij. Fjalën